Hajdeni bashkë i bëjmë një prank djalit tim. Do shkojmë tek ditëlindja e një shoku të djalit, edhe atij nuk i pëlqen zakonisht kur dalim bashkë të vishem ekstravagante. Mirë, dhe unë i vishem, kështu se kudo vete, kështu po që tani sa për prank. Hajdeni. Të shohim reagimin e tij, hajde. Sotir, hajde ke mami. Gati? Vish vete kështu. Ku Vete kështu. Ku po vete, nuk e the që ke ditëlindjen e shokut. Hajde të shtëpi, hajde. Do rritë unë me mama të tjerë të pi një kafe, pse ç'ke? Vish kështu. Pse ç'kam? Ik vishu. Je mirë, një orë po vishesha. Një orë nuk dija se ç'të visha po zgjidhja. E veshur jam me këpucë, me fustan, ç'ke? Zhveshur je. Të lutem shumë, nuk jam zhveshur, jam veshur. Unë kështu vishem. Unë nuk po bëj. Qysh nuk po vjen, je mirë, një orë po vishesha. Ik vishu. Unë kështu do vi të ke mami, ndaj vish atletet dhe hajde. Unë nuk po bëj edhe të them babit. Ço ti thua babit? Ke je veshur kështu. E mirë, ik vetëm te ditëlindja e shokut. Mirë.